Rikthimi në Big Brother VIP. Egli Tako humb 10.000 ndjekës në Instagram. Egli Tako është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP. Ajo bëri të ditur se këtë herë do të jetë për veten dhe për familjen pas gjithë asaj që i ka shkaktuar. Por duket se hyrja e saj nuk u prit mirë nga fansat e publiku, të cilat e mbështetën tejet shumë pas daljes. Nëse keni vënë re, ndjekësit në Instagramin e Eglit kanë rënë dukshëm nga se fitoi kur u largua nga ky format. Ajo kishte rreth 352.000, teksa tani numri ka rënë në 342.000, gjë që i bie se ka humbur 10.000 ndjekës. Egli me hyrje në shtëpi mbajti një distancë me gjestin, ashtu siç edhe e ka shprehur më parë. Pritet të shihet se si do të vazhdojë loja e Eglit nëse do jetë larg banorit nga Kosova.